Më 4 prill i kaloi mandati presidentës Vjosa Osmani. Në vendin e saj, derisa të zgjedhet presidenti i ri, erdhi tani ish kryeparlamentarja Albulena Haxhiu. Dështimi i kuvendit për ta zgjedhur presidentin e ri e çoi vendin drejt zgjedhjeve. Megjithatë, ani pse Haxhiu është vetëm ushtruese detyre e presidentës, qeveria tani veç në detyrë. Partia në pushtet nisi hallakatjen e misioneve diplomatike të Republikës së Kosovës, anë e mban botës. Haxhiu ja ka tërhequr kredencialet ambasadorit të Kosovës në misionin e posaçëm në Vatikan, Vebi Miftari, 2 vjet pas dërgimit të tij në këtë mision. Miftari ishte emëruar ambasador në Selinë e Shenjtë më 26 janar të 2024-s, pas përvojës 3 vjeçare si këshilltar politik i Osmanit. Ju njoftoj se këto ditë kam pranuar dekretin e ushtrueses së detyrës së presidentës Haxhiu për lirim nga detyra e shefit të misionit në Selinë e Shenjtë. Ky dekret shënon përfundimin e mandatit tim në Vatikan, sigurisht jo angazhimin tim për Republikën, së cilës i kam shërbyer çdo herë me përkushtim, pa kërkuar kurrë shpagim. Ka qenë nderi jetësor që më është bërë duke qenë i pari shef i misionit në Vatikan. Sot kthehem i lumtur që jo vetëm misioni, por edhe marrëdhëniet janë konsoliduar plotësisht. Falenderoj presidenten Osmani për besimin, secilin prej jush për përkrajen dhe Selinë e Shenjtë për dashurinë me të cilën më mirëpriti e më ofroi bashkëpunim. Kiks Kosova ka mësuar që në vendin e Miftarit Haxhiu ka emëruar ambasador në Vatikan, Roosevelt Frokajn. Kjo nuk është ambasada e vetme e cila pësoi ndryshime me të marrë vetëvendosje karikën e presidentit. Pa u bërë muaj si ushtruese detyrës së presidentës, Kiksi ka mësuar se Albulena Haxhiu ka shkarkuar edhe Lirie Berishën, ambasadorën e Kosovës në Tajland. Fshesës së vetëvendosjes nuk i shpëtuan as konsulatat. Emisioni ka kuptuar se ushtruesja detyrës së presidentës e ka shkarkuar edhe Suzan Novë Berdaliun, shefën e konsulatës së Republikës së Kosovës në Stamboll. Ndërkaq ka zyrtarizuar emërimin e Misbah Mustafës në krye të konsulatës së Kosovës në Hamburg, i cili deri tani ishte vetëm ushtrues detyre. Nga ushtrues detyre në konsul të Kosovës në Zyrich është emëruar edhe Vigan Berisha. Këtë vendim pasarsja Osmanit e mori edhe për Behar Ismën, i cili nga ushtrues detyre u emërua konsul në Düsseldorf. Për 3 javë, Haxhiu bëri edhe zëvendësim të ambasadorëve dhe ndërim të vendeve ku ishin për mision diplomatik. Heroina Tilaku u largua nga pozita si ambasadore në Panama dhe u dërgua në Kolumbi. Ndërkaq në vendin e saj në Panama, nga Bangladeshi u zhvendos Enis Xhemaili. Kiks Kosova ka dërguar pyetje në adresë të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe në adresë të zyrës së presidentës, sepse janë bërë këto shkarkime dhe zëvendësime, por deri në transmetimin e kësaj kronike, asnjëra e as tjetra nuk ktheu përgjigje.